thonë për shembull se dishta më të ndërprej Basa Sadri. Kanë thonë shpeshherë këta janë krerët o çikës këta janë Alberti Eden, se vjen për Drenisës, unë e kom gjetë një dokument, ja kom kallëzu dhe Albertit, që apo që me ndosën të bashkë me juve. Që kjo është dokumenti që e kom gjetë, ja kallëzu dhe Albertit, thëtë të pushka e porë është më 30 dhjetor të vitit 1991, me vitin 92 është marrë vendim për fillimin e aksionit ushtaroke, ku aksioni porë është kryer në Glogavc, 30 shtator 92, në vitin 93 në kullën e Adem Jasharit, është bojtur takim ku kanë marrë pjesë. Adem Jashari, Hamzi Jashari, Shaban Jashari, Ilas Kodra, Samil Shtako, Kadri Veseli, Jakub Krasniqi, Jakub Nura, Hashim Thaçi, Said Jashari, Fadil Kodra, Besim Roma, Luzem Jashari, Rafet Roma. Në këtë diellë vendoset për krimin e mirëfillt të formacioneve politike ushtarake dhe jepën propozimin për emërtimin e tij. Adem Jashari propozon që të gjitha aksionet që do të kryejnë të thirrën në emrin e ushtrisë Kosovës, kjo ide e cila do duhet të realizojnë të armën në momentin më të përshtatshëm, duke marrë parasysh reformat e vështira të asaj kohe. Emri ushtria shërbimtare e Kosovës është më i vëshëm dhe ka ardhur pas shumë propozime edhe nga Kosova. Proces mbojtësi Bari Nureddini. Po pushka e parë. Po. Ç'të po thotë? Kjo është dokument zyrtar, nuk është hajgore. A besoni ti? Pushka e parë, unë besoj që pushka e parë ka qenë dosh me qenë edhe Ganigeci. Unë nuk besoj që Hashim Thaçi ka mujt me qenë pushk para Ganigecit. Duran Zamër. Ganigeci është sot për sot në një parti që unë që se votoj kur, asë nuk e mbështes. Unë jam shembull në krahin Albin Kurtit, Ganigeci është në krahin e LDK-s, po tash po fulim për luftën këtu apo? Po. Unë kisha thonë që Hashim Thaçi ka marrë pjesë në ndonjë aksion herë para Ganigecit. Po. Shpresoj që A beson ti Basa Sadri që është kështu? Ndëgjoj, sa i përket do emra ashtu si i përmende, besoj që është. Për shembull, Adem Jasharit, Hamzi Jasharit, s'po shoh edhe bashkë Shaban Jasharit, Shaban Jasharit po, Jakub Nura, Jakub Nura po, Hashim Thaçi, jo, Kadri Veseli, jo, pse? Said Jashari, Said Jashari po, Samil Shtako, jo, Luzem Jashari, Rafet Roma. po. Kurse sa i përket po du më ndërhyjet e ky burr këtu për Ganigecin. Mos tim na thonë se s'është edhe Jo, nuk besoj. Çka thatë ju? Kjo është me Drenicës. Po, në rregull, po edhe unë kom qenë në koftë i Drenicës, unë kom qenë pak i kyçën sepse fshatin e Çarevër, Xhepselimin unë kom shok ngusht. Ku tëm shok ngusht, shok lufte, para lufte. Po përmend me shumë emra tani, hajde po thuaj një pse s'po na ftoni neve. Jo, unë në botë rrethina, që të thash na kena poshtë shumë emocione. Që Ganigeci edhe Hashimi ata në pikur, Gania ka qenë pushka e parë, për ata u referova ballon. Qyre pushka e parë ka qenë familja Jashari. Po këto është pjesë familja Jashari. Po krejt rregull. Pushka e parë ka qenë Zare Pajaziti, Edmond Hoxha. Ka pas Luan Haradini. Domethënë atë pushtë parë ka qenë atëherë duft me kon këtu edhe Daud Haradini, edhe Lahej Ibrahimaj. Ku janë? Po tham që ndajmë na mongi. Domethënë kur publikisht që ka dalë ushtria çlirimtare për herë të parë ka qenë Dauti ka qenë pa mos me Mujasniqi. Po, kanë qenë. Atëherë ku të ka thonë Musa Smoli, që ka thonë që për Trimni ka thonë e kum vetën e kajnë që zgjedh për luftare ka thonë Daud Haradinën. Jo. Po ç'është ajo? Dorën zemër ka qenë luftar Luan me zemër. Unë për veti se Recep Selimin e kom pas shumë mik, nuk e kam i bon fushat ose diçka. Kjo është të fol për drenaz, domethënë. Po, ja ta. Nuk të fol për Ja, nuk më më bën ndërprej son një ngull, tani më ngull e mu tash. Recep Selimi më ka thonë mu publikisht, i kom vet për luftar sikur Musa, i kom thonë me që të kam mik, unë më kon i rinj këtë luftës, i kom pas 8-9 vjet. Kush prej luftore ka qenë ma trem, ma guximtare. Më ka thonë Shumicën e kom pas vështirë me qitë në front, mu i Krasniqin edhe Daud Haradinaj me nol. Dhe më thonë, si pas Recep Selimit, ta më ka thonë mu direkt, jo dikuj tjetër. Ka thonë mu i Krasniqi edhe Daud Haradinaj ka qenë ma... Ta ka thonë vërtetën. Po. Ta ka thonë vërtetën. Këngëtari është gati me bo një kongë për Musën edhe për Basa Sadri. Zoti ma te qofshim fale,
Në Drenis lufta u kale, në prekaza ty piks pari, Gjoks luani atem jashari, Leta din Londra e Moskova, nuk dorzohet kurro Kosova. T'falja Parisit, t'falja Berlinit, je mushtar, o musnajperistit. T'falja Parisit, pluma Beogradit, je mushtar, e atem jasharit. Ju majnana na shqiptare, e ju djem që flenin vare, me na falë për vujtje tua, se Kosova është e juja. Leta din Londra e Moskova, nuk dorzohet kurro Kosova. T'falja Parisit, t'falja Berlinit, je mushtar, Ramush Haradinit. T'falja Parisit, pluma Beogradit, je mushtar, o Cadri luftarit. Ju falenderoj. Bravo. E Albert, se diçka, I love you, Mus. Mus i mirë je, si deputet. Zotë e trojt.